Lagja 4 në qytetin e Korçës së shpejti do të ketë një lulishte të re. Një grup banorësh të kësaj lagje kanë marrë iniciativën për të rregulluar një ambient të përbashkët në të mirë të komunitetit, pasi kërkuan mbështetje nga Bashkia e qytetit me ndihmën e ndërmarrjes së shërbimeve publike. Ata kanë bërë pastrimin e territorit, duke larguar inertet që ishin depozituar në këtë hapësirë. Më pas kanë vijuar me sistemimin, ngritjen e një gardi rrethues dhe me mbjelljen e luleve për të krijuar një ambient të këndshëm për syrin, të gjitha këto me shpenzimet e tyre. Bashkia Ndërhyri i hoqi ato me turina rreth 50 ton dhe ne na u desh pasaj që të vjeshim në pozitat të tjera pune. Thamë me që bëri të punë, bashkia atëre pse të mos e kthejmë në një ambient që të jetë në funksionin tonë, dhe mbas kësaj lindi dëshira dhe ideja që ta bëjmë lulishte. Dhe zonjat e nderuara na ndihmojnë duke mbjell lule, secila sjell aq sa mundet nga shtëpia e vet. Kanë hequr nga kopshti vet dhe po e sjellin këtu sepse kopshti i përbashkët është më i rëndësishëm se sa i vetjaku. Të tëra punët e tjera që janë kryer punë krau, punë ndërtimesh, janë bërë nga neve me dëshirën tonë për të patur një ambient të bukur, ashtu se kemi qefë korçarët për të mos dajtur as të përbujë. Duam ama akoma një ndihmë nga bashkia. Të na ndihma është të na sjellin pemë, të na sjellin stola. Kjo iniciativë është një shembull frymëzues se si veprimet kolektive, sado të vogla, mund të sjellin ndryshime të mëdha në jetën urbane.